komunikimi i gjithë ushtrisë ukrainase bëhet nëpërmjet sistemit Starlink. Një bllokim i këtij sistemi do të bënte një problem të jashtëzakonshëm dhe një komplikim të rënd për situatën në front. Interesante është, zoti Pumoj, që po flisni për negociata, ndërkohë që kemi disa kohë që kemi vënë re që nuk është më në rendite dhe në retorikën e liderëve si në Ukrainë, ashtu edhe në Rusi, por edhe në Shtetet e Bashkuara, veçanërisht që prej nisjes së luftës në Iran më 28 shkurt, pra ndërkohë që para luftës flitej për negociata, kishte një lloj narrative drejt arritjes së një marrëveshje paqe. Tani kemi një lloj zbehje të vëmendjes karshi Ukrainës. A mendoni ju se jemi më larg paqes tani nga çishim përpara 28 shkurtit? Jo, unë mendoj që jemi më afër paqes se para 28 shkurtit, por fokusimi tashti është në lindjen e mesme, gjithë domethënë përqendrimi është atje, sepse situata është më, le të themi, më e rëndësishme, nuk ka jetë të parëndësishme dhe jetë të rëndësishme, por le të themi për zhvillimet e ekonomisë botërore, kriza në Iran është shumë më e ndjeshme për portofolet e çdo kujt, për situatën në përgjithësi gjeopolitike. Prandaj dhe është përqendruar gjithë vëmendja në gjirin persik. Por ditë për ditë vazhdon lufta në Ukrainë, ka domethënë viktime nga dyja palët, ka shkëmbime robrish, pra nuk ka ndryshuar asnjë gjë në frontin e Rusisë me Ukrainën. Diku Rusia përparon me hapa të vegjël, po domethënë ka një farë avansi, diku raportohet që Ukraina ka rimar diçka, por situata është, mund të them me po flas me terminologjinë e shahut, një situatë pati që të dyja palët sikur presin dhe sidomos le të themi ushtarët nga të dy anët nuk dëshirojnë të vriten në ditët e fundit, domethënë nëse pritet një ampushim, një ndalim lufte. Domethënë deri në shtator është prognoza që këto gjëra mund të realizohen. Mendoj që së shpejti në fokusi do të rikthehet tek Ukraina dhe administrata amerikane gjithashtu do të bëj hapat e duhura, besoj, për të inkurajuar të dyja palët, sidomos Ukrainën, për të qenë më le të themi e hapur për bisedime. Pasi tashmë që kanë marrë transhin, ata duhet të justifikojnë, le të themi, ato investimen për luftë që janë bërë nga Europa dhe mund të kemi një intensifikim të luftimeve në front.